Me një pjesëmarrje të gjerë të profesionistëve shëndetësor, vendor dhe ndërkombëtar, u përmbyll me sukses konferenca ndërkombëtare multidisiplinare e shkencave mjekësore mbajtur më 10 dhe 11 prill në Prishtinë. Konferenca u karakterizua nga një program intenziv shkencor i zhvilluar paralelisht në disa salla, ku prezantuan tema bashkëkohore që përfshin zhvillimet më të fundit në kirurgjinë moderne, përdorimin e inteligjencës artificiale në shëndetësi, menaxhimin e sëmundjeve kronike, shëndetin mendor si dhe inovacionet në diagnostik dhe trajtim. Një ndër momentet kyçe të konferencës ishte pjesëmarrja përfaqësuesve nga Turqia në Istanbul, një nga institucionet më të avancuara shëndetësore në rajon dhe më gjerë. Drejtori i shërbimeve për pacientë ndërkombëtar dhe projekte, njëherësh specialist i kirurgjisë, Dr. Genco, prezantoi përvojën dhe kapacitetet e tij të rrjetit spitalor, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në mjekësi, shkëmbimin e njohurive dhe avancimin e trajtimeve për pacient. Ai nënvizoi se është i pajisur me teknologji të avancuar, ofron shërbime multidisiplinare dhe trajtime të specializuara, duke u shndruar në një qendër referuese për pacientët nga shumë vende të botës. Spitalet në Istanbul përfshirë 4 jetë njihen për standarde të larta, infrastrukturë moderne, përdorimin e inteligjencës artificiale në diagnostik, si dhe ekipet e specializuara që operojnë sipas praktikave më të fundit ndërkombëtare. Po ashtu në kuadër të konferencës, profesor Dr. Elif Birtash, specialist i hematologjisë dhe udhëheqës i departamentit përkatës, prezantoi zhvillimet më të fundit në trajtimin më transplant në palcës së kokës, duke ofruar një pasqyrë të avancimeve që po ndryshojnë ndjeshëm prognozën e pacientëve me sëmundje hematologjike. Pjesëmarrja e gjerë e profesionistëve nga fusha të ndryshme të mjekësisë dhe shkencave shkencore kontribojnë në diskutime cilësore dhe shkëmbim përvojash, duke e bërë këtë konferencë një platformë të rëndësishme për bashkëpunim dhe zhvillim. Organizatorët shprehen mirënjohje për ligjëruesit, panelistët dhe pjesëmarrësit për kontributin e tyre të çmuar, si dhe për sponsorët dhe partnerët për mbështetjen e vazhdueshme. Në vijim janë publikuar edhe disa nga momentet më të veçanta nga dita e dytë e konferencës, e cila u karakterizua nga interesimi i lartë dhe prezantimi i nivelit të lartë shkencor. Ndërto me prodhime vendore.